Ky vendim me patjetër, sipas mendimit tim, duhet kundërshtohet nga Komuna e Prishtinës. Ministritë nuk janë organ epror të komunave, janë dy nivelet ndara të qeverisjes. Komuna e Prishtinës, bazuar në një leje ndërtimore, ka filluar punimet për ndërtimin e sheshit apo bulevardit George Bush. Ndërkohë, Ministria e Kulturës ka nxjerrë një vendim për ndërprerjen e atyne punimeve. Lidhur me këtë, Komuna e Prishtinës ka paraqit apo parashtru ankesë pranë Komisionit për ankesa në Ministrinë e Kulturës. Komisioni për ankesa ka refuzu ankesën e Komunës Prishtinës dhe Komuna e Prishtinës ka paraqit padi bashkë me kërkesë për ndërprerjen e ekzekutimit të vendimit të Komisionit të ankesave. Qa ka ndodhë këto? Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative, ka nxjerrë një akt vendim me të cilën e ka hudhë poshtë si të palejuar padin dhe kërkesën për ndërprerjen e ekzekutimit të këtij vendimi. Pra, gjykata themelore në Prishtinë nuk është lëshuar fare në merita, në ata se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë. Mirë, po kanë nxjerrë konkluzione ligjore, qëndrimi juridike në bazë të cilave thekson që Komuna e Prishtinës nuk ka legjitimitet aktiv. Thënë në aspektin e thjesht, gjykata ka konstatuar që komunat, këtë rast se nuk e mbajnë vetëm me Komunën e Prishtinës, mirë po komunat nuk kanë drejt me i kundërshtu me padi me mbrojtje gjyqësore aktet e shkallës dytë në këtë rast ministrive. Kjo për mendimin tim, kjo për shkak se sipas gjykatës vendimit t'jemi qartë, jenë aty diskutu një vendim të shkallës parë i cili nuk është ende i plotfuqishëm. Pra nuk është vendim përfundimtar dhe sipas Me që ka thonë gjykata nuk ka të drejtë komuna në çështjen e trashëgimisë, a në të gjitha rastet? Gjykata ka thonë që lidhur me këta ka nxjerrë edhe një konstatim apo qëndrim juridik se ministria në këtë rast është organ epror i komunave. Duke pas parasysh Kushtetutën e Republikës Kosovës, Kartën Evropiane për Veçeverisje Lokale, konsiderojmë që ky vendim ka mohuar në mënyrë substancionale drejtën e komunave për mbrojtje gjyqësore juridike. A ka thonë është epror i komunës në çështjet caktuara, a në krejt çështjet ka thonë që është? Tash gjykata nuk u lëshuan ata, gjykata ka marrë për bazë një vendim të Komisionit të Ankesave të Ministrisë Kulturës dhe padinë e Komunës Prishtinës. Dhe ka konsideruar që Ministria e Kulturës në këtë rast është organ epror, që për mendimin tim ky akt vendim në të dy rastet, edhe te mohimi i mbrojtjes gjyqësore të Komunës Prishtinës, këtë rast komunave të Republikës Kosovës, por edhe te konstatimi se Ministria është organ epror i komunës, janë qëndrime jo profesionale dhe në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, e cila ka marrë përsipër zbatimin e Kartës Evropiane për Veçeverisje Lokale, në 11 i Kartës Evropiane për Veçeverisje Lokale në mënyrë decisive përcakton drejtën e autoriteteve lokale për mbrojtje gjyqësore. Nuk është e diskutueshme anas një shtet demokratik në botë e drejta e komunave për mbrojtje gjyqësore juridike. Prandaj ky do të përbënte një precedent jashtëzakonisht të rrezikshëm, le të themi, në përgjithësi për komunat e Republikës Kosovës. Ky vendim me patjetër, sipas mendimit tim, duhet kundërshtohet nga Komuna e Prishtinës për shkak se komunave u garantohet mbrojtja gjyqësore juridike dhe në radhë dytë për neve, për mua që ka shumë me rëndësi me diskutu dhe me theksu sot, komunat nuk janë eprore, ministrit nuk janë eprore të komunave. Në Republikën e Kosovës, me në sistemin kushtetues juridik janë përcaktuar vetëm dy nivele të qeverisjes. Në Republikën e Kosovës ekziston niveli i qeverisjes qendrore dhe niveli i qeverisjes lokale. Komunat funksionojnë në bazë kushtetuesës dhe legjislacionit fuqi si nivel autonom i qeverisjes lokale dhe nuk kanë organe eprore ministrit përkatës. Organe eprore të ministrive mund me qenë agjencionet e tyne, institutet e tyne dhe organe tjera vartëse, për asnjëherë komuna. Komunat nuk janë organe vartëse të ministrive. Ministrit nuk janë organ epror të komunave, janë dy nivelet ndara të qeverisjes. E pse lypën leje Ministrit të Ambientit për me kry do punë? Në fakt, në Republikën e Kosovës komunat kanë autoritet dallum prej shteteve tjera sa i përket ekzekutimit. Elementet cilat çush është ndërtu ligji për trashëgimin kulturor dhe pse është ndërtuar ai ligj, dhe pse derivon ai pi pakostatisarit dhe pse e lyp një mbikëqyrje të shtume në çështjen e trashëgimisë kulturore. Pra, ky ligj, edhe gjykata e përmend, trashëgimin kulturor nuk ja lën kompetencë me mbrojt komuna, ja lën ministrisë.
Pra du të me kuptu këtë punë. Komuna nuk ka kompetencë në zbatimin e këtij ligji, po ka ministria. Rrjedhimisht, kompetenca fizike nuk mbetet te komuna, po kalon te ministria për zbatimin e këtij ligji. Për shkak pakosatisarit, për shkak se edhe kishave e patëm pajtu si shtet që kena mi anon ministrisë që të mbikëqyrë. Me u pajtu që një mekanizëm rana ministrisë me mbikëqyrë këtë ligj.